Po, jo. Do të bëjmë vetëm një zbritje të vogël, pak më poshtë me karrigen... Evisi, po. Të vej mandej? Po. Evi vetëm pak mandej, se është me rota, s'ka problem, a është? Edhe pak. Edhe pak? A, jemi okej, faleminderit. Mirë atje, okej. Evi, para se të jap fjalën Sebastianit që të na thotë çfarë po ndodh në Beograd, më bëj para se të shkruaj kush je ti në fakt, Evi Snure. Unë di vetëm që ti merr pjesë në protestë, nuk e di sa ditë, dhe më thanë që nuk jeton në Shqipëri. Po, është vërtet. Unë jetoj në Zvicër, kam 6 vjetë jetoj në Zvicër. Aty kam një profesion që punoj në hotel manager. Punoj online, le të themi, shumicën e kohës. Kjo më ka bërë që të udhtoj shpesh dhe vi shpesh dhe në Shqipëri, sepse normalisht jam shqiptare dhe kam nostalgji për Shqipërinë dhe vi shpesh si gjithë emigrantët, po kam mundësi të vite më shpesh se të tjerët tek kësaj. Evi, dëgjoj Ariani, po ti së thua tani ke ardhur me kast për protestën, apo vjen shpesh edhe të zuri e protestë? Jo, vi gjithmonë. Vi shpesh, po këtë rast e kam zgjatur më shumë se herët e tjera, sepse nga 5 ditë që do rria, kam më shumë se 2 javë. Vërtet? Po. Po me punën si ja bën, ndërkohë? Punën jam munduar të bëj online, dhe të bëj ca zëvendësime të vogla, derisa të vete javën tjetër, se du të shkoj se s'bën, se po rrisi shumë e zgjata shumë. Po ti punon në një kompani... është hotel, është hotel familjar. Kjo është, do të le të themi... Në cilën pjesë të Zvicrës? Në Bern, në kryeqytet. U flitet gjermanisht? Gjermanisht, po. Unë akoma nuk jam mirë me gjermanisht, e flas anglisht dhe italisht, por... Po, sepse kam jetuar në Itali para se të veja në Zvicër dhe... Edhe ke 6 vjetë në Zvicër? Kam 6 vjetë në Zvicër, po. Po pse zgjodhe Bernin dhe nuk zgjodhe këtë pjesën italiane të Zvicrës? Këtë thuaj, si quhet? Luganon e këtë. Arsye familjare, le themi arsye familjare, sepse burri im është nga Zvicra dhe duhet të shkoj edhe për... Po. Dakor. Kjo ka qenë arsye që unë shkova në Zvicër, nga Italia, do me thënë, nuk transferova. A, ti ke qenë... Kam bërë studimet në Itali. Kam bërë studimet në Itali. Dhe ke mbaruar për? Ekonomi dhe menaxhim. Ah, dakor. Dhe mes të tjerave... Pra i bie ke ikur nga Shqipëria, Kam më shumë vite, kam nga Shqipëria. Jam kthyer një farkohë mbasi mbarova shkollën e lartë në Itali, u ktheva prapë në Shqipëri disa vite dhe pastaj u ktheva prapë vajta në Zvicër direkt. Po këtu në Shqipëri s'ke punuar asnjëherë? Kam punuar në Shqipëri, po. Kam punuar te kompani shumë të mëdha në Shqipëri, dhe te kompani ndërkombëtare. Kompani ndërkombëtare mund ta përmend? Huawei, kompani telefonave. Kjo kinezja, po. Po, ato vite. Ka qenë fiks ato vite që ajo në Shqipëri pati le të themi probleme dhe pjesa e device-it pati probleme me edhe le të themi nuk po shiteshin më device-et e fundit. Device-et në thënë? Telefonat, pajisjet. Unë flas pak anglisht. Jo, nuk ka problem. Po pse, se me mbaj mund që nuk dojnë Amerikanët të Huawei. Edhe pati dhe pasuja në Shqipëri kjo kompania? Ka patur në tërë Europën, telefonat e fundit praktikisht nuk shiteshin dot. Do më thënë ato shiteshin në një treg të caktuar, po jo në tregun europian. Telefonat e fundit të Huawei. Dhe për këtë arsye, do më thënë, departamenti isha unë i marketingut të telefonave, pikërisht isha unë mbyll, atë kohë që u shkollë në Zvicër, se qëlloj dhe Covid-i, një të në kohë. Po ndërkohë dhe në Europë nuk shiteshin këto? Dhe në Europë, jo. Telefonat e fund të Huawei nuk shiteshin, sepse nuk ishin sistemi, le temi sistemi, nuk përdor sistemi, nuk e lejoni të aplikojë sistemi telefon që... Atere më duket të lindi kjo 5G-ja më që dolën sa të thënë kujdes 5G-ja është bën keq për shëndetin e këto? Po. Po tani 5G-ja lejohet, pra normalisht dhe Huawei duhet kthehet apo? Ka qenë konkretisht e lidhur sepse janë pjesë të ndryshme, është shërbim network 5G, dhe pjesa tjetër ka lidhje me telefonin, pajisjen. Jam pjesë ndryshme. Ka shqiptarë që kanë akoma Huawei? Huawei ka. Po, ka, besoj, sepse... Pra punon në Shqipëri ai telefon? Punon se telefonat e fundit, ishe kur mundësia ta përdori sistemet e ndryshme që e po në Kind kjo kompani ishte madhe apo jo? Po, është një kanë kompanit më mëdhaja. Kaluar dhe në tregun e makinave. Po, bën dhe makinat. Ajo është një kompani që ka shumë, përveç pjesë telefonave, është e gjithanshme. Ka dhe pjesë networkut, për shembull në Zvicër, 5G-n e ka vendosur Huawei. Është ajo kompania që ka instaluar 5G-n. Se është kompani shumë e madhe, gjigante, është pjesa e device-eve që merrsha unë që nuk u lejua më të Tani më thuaj që të hyjmë në temë. Po. Pse ju bashkangjitë protestës? Ju bashkangjitë rastësisht? E para njërë si e more vesh që këtu kështë protestë? Kam që në Zvicër dhe kisha plan të vija në Shqipëri, do më ato ditë. Kam që në Zvicër, kur pasha të incidentin që ndodhi, që morëve gjitha mediat. Dhe atje, le të ishte shkëndia e parë,
Si ti vetë ndjeve një gjë atje që kur e pe në celular që të dori ajo the mos qa po ndodh? Po, ishte shumë, domethënë momenti që ishte më duk shumë tragjik dhe më duk shumë një lloj incidenti që për mua ishte i pa, të shoh shumë vite jashtë, kur shet disa gjëra të tilla, të duket sikur domethënë ndje një lloj kërcënimi për vendin tënd, le të themi ta marrësh kaq thjesht, domethënë. Ishte për mua diçka që nuk mund ta imagjinoja dot. Po për ty vetë apo kur ti ishe me grupe shoqërore atje me shoqërinë tënde? Për mua, ishte le të themi nuk atë moment nuk e kuptova matësinë e kësaj gjëje. Ishte se unë sa do vija, bazutisht do vija në Shqipëri. Ishte çështje, nuk erdha fiks për këtë çështje, isha për arsyet e mia që kisha ndërmend të vija për disa ditë. Dhe dole që ditën e tretë të protestës. Dhe kam dalë në total, më kam dalë 20 ditë në protestë. Po, pra, se sot është ditë 27, më duket apo? 28, po. Edhe unë kam dalë në këto 28 ditë, Del çdo ditë? Kam dalë 20 ditë në ato, jo të gjitha. Okej, po del vetëm Evi apo del e shoqëruar? Kam dalë dhe vetëm, kam dalë dhe shoqëruar të dyja. Domethënë nuk kurse më ka penguar dalja vetëm apo shoqëruar, s'ka pas ndonjë, le të themi ndonjë arsye për mua që mos dilja që isha vetëm, domethënë. Përkundrazi, sepse aty shumica në protestë janë shumë njerëz miqësor, kanë bërë njohje të reja, njerëz që më vinin, më flisnin, pa ndonjë lloj arsye. Ja një sekondë Evi, ose binise që Gledius atë videon që më nise muaj, që më the atë vi Evi në emision. Po ja, i ka sjell vetë këto. Cila? Kjo ka qenë nga pankarta, sepse kur mbajtur në... Kjo është me IA, kjo është me EA, si thuhet. është me inteligencë artificiale kjo. Sa unë them të shofim originale, ma kishte një video që ishte Evi në protest. Po, kam dhe video të ndryshme, po. Jo, kjo është pankarta që nxora. Gjatë kohës që isha në protest, unë bëja pankarta ndryshme, realizoj pankarta ndryshme. Kjo kanë qenë nga pankarta që unë kisha me vete në protest. Rama X të zhduka, jam magjistric nga Fieri. Unë jam origjinë nga Fieri vetë. Sa po do të pyesja? Nga Fieri, po, dhe kjo ka qenë nga pankartat. I kam bërë dhe pankartat e tjera, i kam bërë pak, le të themi, ti je nga Fieri me origjinë, po prindit ku i ke? Prindit Tiranit tojnë tani. Tiranë. Po ti vetë ke lindur në Fier? Po në Fier kam lindur dhe aty kam jetuar. Dhe ke jetuar deri në moshën? Deri në mbarimin e gjimnazit. Unë bëj një pyetje të pazakontë, fakt që kam 23 vjet që e bëj të ftuarve kur nuk e njoh, kur janë të panjohur. Në cilën lagje ke jetuar në Fier? Gjimnazi i ri, mbas gjimnazit të ri, ka lagja 4 shkurti. Nëse ngatroj këto numra, 4 shkurti ka pas. Është lagje që është në qendër të Fierit. Është gjimnazi i ri, le të themi qendër është. Se qyteti i vogël është, qendra. Ti e njeh Fierin? Po. Qytet interesant shumë. E diti që Fierin e kanë bërë urbanist francez kur është konceptuar. E diti Evi këtë fakt? Jo, nuk e di. Po jam mësoj pra. Fieri kur është konceptuar nuk e di se në çfarë viti është. Është ashtu? Po. Më kanë thënë njerëz që janë marrë me atë punë, janë thirrur urbanist, se Fieri është relativisht qytet i ri apo jo? Urbanist francez, dhe po ta vësh re, ndryshe nga qytetet e tjera, Fieri ka një qendër dhe ato rrugët si i kanë shumë interesante, ndryshe nga gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë. I ka të lidhura urbanistik. E ka shumë të bukur, e ke parasysh? Ka pas dhe shumë ndërtime, tani që kam shkuar në Fier si fundmi, son kam disa vite që... Tani është prishur? Është ndryshuar, ka marrë një lloj ndryshimi. Ka marrë të themi një lloj betonizimi pak më shumë se ç'duhej ndoshta. Kam bërë një shëndetore të lezetshme deri diku tek lumi, që ndoshta për njerëzit e ka rregulluar. Është për tani e re? Po, që njerëzit shkojnë për vrap ose që buzë dhe lumi. Ti vetë ke votuar ndonjë në Shqipëri, Evi? Po, kam votuar. Por kë ke votuar? Nëse mund ta thuash, si e detyruar po? Jam munduar të gjej jo partinë, po kam parë disa persona që më janë dukur që më kanë krijuar besim si person. Nuk jam pashonë e lidhur me partinë, le të themi. Disa figura që më janë dukur më pozitive ose më përshtatshme, që më dukeshin më që kanë lidhje me partitë respektive. Ato kanë pas parti, po mua nuk kam lindur nga partia, kam lindur nga simpatia personale që më kanë krijuar si figura. Pra, pjesëmarrja jote në këtë protest. Unë nuk kam pas qenë lidhur asnjëherë me politikën, nuk kam asnjë lloj lidhje me politikën. Dhe ti thua ngjarja e Zvërnesit që e morën zvar atë Subashën e Shkret, atje që e goditën me grusht, ti thua ajo të ngritit se thua është ajo ishte e para. Ç'do të kokon tonë pa. Ajo më bëri të mendoj që më bëri të mendoj me krijoj një gjendje të keqe, le të themi, shpirtërore dhe arsyeja e dytë ka qenë pastaj kjo pjesa e Zvërnecit, ato gjallësave, i do këto flamingët të gjërat. Dhe s'ke pa janë bukura. Flamingo ka qenë një nga ato personazhe, një nga ato simbolet patjetër që ka qenë në protestë, po ka qenë është thjesht simbolik sepse ka breshkat e merat, po ti merrni merat gjitha kafshët. Zdo gjeni do të simbolin, po, ka që flamingo ajo këtë radhë. Po ti ke ardhur në bashkëshortë tani apo je vetëm? Vetëm e kam ka ardhur ai disa ditë. Ka ardhur ai disa ditë në protestë, kam marrë në protestë dhe atë. E ke marrë? Po, ka ardhur me qef. Ai ka ardhur me shumë dëshirë. Flavio.
Flavio, ç'a tha për protestën? Dhe ai do më ka ardhur me shumë dëshirë në protestë, sepse është një çështje e natyrës. Kur e kam shpjeguar unë çështjen e natyrës, pjesën që ka qenë zonë e mbrojtur e cila u ndryshu ligji dhe pastaj është vendosur të bëjë një resort, që nga kjo pjesë, domethënë direkt, domethënë çdo njeriu le të themi që është sensitiv në pjesën e natyrës, së mjedisit. Edhe në Zvicër sidomos atje Dhe thotë një që me hoteleri, me bukra, që vjen nga... Me hoteleri, po është... Hoteli, jam i bindur që hoteli... Kryqytet, është në kryqytet. Është në kryqytet, është qytet brenda, domethënë. Qytet brenda. Dhe hotelet në Zvicër, di si janë valla? Janë për... Ti i ke parë burg, janë për Alpe, në për gjëra, natyra është më e madhe se hotelet atje këtu, nuk është që zhduket natyra atje. Hoteli jonë është mes qytetit, ose le të themi zonë industriale qytetit, ne aty shohim Alpe, domethënë nuk ka ndërtesa afare që... Edhe ka rrezik është hoteli me pak kate aty. Nuk lejo, në qendër nuk lejo fare, kanë ato niveli shumë të ulët, aty ku jemi ne kemi me 6 kate. Po nuk është se ka shumë, nuk lejohen të larta. Mos sa budallënjë Zelanët. Nuk bëjnë më të larta valla. Këtu janë të mençur njerëz thotë. Unë vetë kemi një shtëpinë e dytë që jetojmë, kemi në një zonë të mbrojtur. Shtëpinë e dytë, po aty nuk lejohet shitja dhe blerja ose nuk jep dhe domethënë ti paguaj një si qera. Le themi që nuk e të drejtë të ndërhysh, nuk e ndërhyt me natyrën total, nuk ke një pronësi, po jo të drejtën e ndërtimit, të transformimit, apo s'ka një lloj të drejtë mbi tokën. Është shumë e limituar. Po vetë në Zvërnes ke shkuar? Po, kam qenë të pak 2-3 herë po. Dhe? Kam qenë te manastiri. Bukur është manastiri. Unë për gjitha zonat e mbrojtura, se tani morëm Zvërnesin, se ajo ndodhi në Zvërnes, se duke sikur janë disa në fakt, nuk është vetëm ajo, po. Po, për çdo zonë të mbrojtur që mund ndodhte në Shqipëri, që le të themi do merrja informacion, sepse ndoshta duke jetuar jashtë nuk është se... Pra bashkëshorti jot Flavio Evi, që është zviceran, dhe që është zviceran si i bie, gjermanofolës apo jo? Gjermanofolës, po. Me